Prej afro 3 vitesh, gryka e Vilunit në plazhin e Velipojës është bllokuar nga mos pastrimi i rërës. Ky bllokim dëmton ndjeshëm lagunën e Vilunit për shkak se peshqit nuk qarkullojnë, si dhe pengon peshkatarët që të dalin në det me barkat e tyre. Nga ana tjetër, rrezikon edhe përmbytja e përbanesat afër lagunës. Situata e kësaj gryke ka të paktën 3-4 vjet që është në këtë gjendje. Aty nuk ka ujë hiç më, vetëm se është ma nalt niveli këtu edhe nuk ka shkon, se aty o kretësisht se kin nuk i ka 20 cm ujë. Se një aty tash e rana aty na qetë problem, se ka grumullu ranën aty edhe sa të vinë dalga e kthen mbrapsht edhe myll. Shqetësu se është më se vrasin vedin e të tuhin të dalë. Dam se s'mund dalim ditë, ne e dami jun. Mesim po marrë një të lekë. Unë para 2 ditëve kam kaluar kam. Këtë sekt tash po ka rrjellës mune me këput. Domi që me rash i përmët në herë atje, plus ka një tjesën peshkatartë, si gjujnë edhe s'munen me hindet me gjujnë. Për ekspertin e mjedisit Ervis Krymbi, bllokimi i grykës së Vilunit në plazhin e Velipojës është një problem i hershëm që dëmton ekosistemin dhe jetesën e peshkatarëve si shkak i mos qarkullimit të ujërave atje. Një problematik e hershme e përsëritur edhe më përpara pikërisht shpeshherë bllokimi i saj, mos qarkullimi i ujërave. Është shumë e rëndësishme që lagunat janë amortizatorët e qarkullimit të ujërave, normalisht. Dhe dashje pa dashje me biodiversitetin e gjanë që i ka si zonë, ekosistemin e madh, normalisht që mos qarkullimi i ujërave për këtë lagunë do të sillte probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha. Jo vetëm në aspektin e ekosistemit, por edhe në ekosistem, edhe në aspektin tjetër në jetesën e banorëve, sidomos me ato që merren me çështjet e peshkimit. Sipas peshkatarit dhe ekspertit të mjedisit, e vetmja mënyrë për ta pastruar grykën e Vilunit është përmes një anijeje të posaçme drag që përdoret për thellimin në ujëra. Tana grykat në përgjithësi vetëm me draga pastruhen, se dën mu hek materiali, mu tret paksën shumë larg. Don me thelluat grykdalin, për ndryshe aja e depoziton prap materialin aty. Një ndërhyrje me drag që do të kishte qenë shumë e nevojshme pikërisht në këtë lloj segmentit. Dhe kjo do të ishte edhe një farë thirrje për autoritetet që pikërisht ta kenë parasysh ndërhyrjen që duhet po bëhen në këtë segment kaq shumë delikat të lagunës së Vilunit. Afro 6 muaj më parë, Drejtoria Rajonale e Bordit të Kullimit në Lezhë pastroi grykën e Vilunit përmes eskavatorëve, por ajo ndërhyrje nuk rezultoi eficiente, duke u bllokuar sërish pas pak kohësh dhe duke sjellë probleme për peshkatarët.